Capital T duket se është nga ata persona që nuk pëlqen të qëndrojnë të ftohtin e klimës sonë. Ai ka zgjedhur të shkojë në Bangkok për disa pushime të papërcaktuara dhe duket fiks tamam siç e shihni në foto. Pasi u bëm xheloz dhe ziliqar, po i themi Capital T të bëj kujdes se çfarë s'kemi dëgjuar për Tajlandën. Miriam Cani duhet të jetë duke kaluar një ndër periudhat më të bukura të jetës së saj, pasi sapo ka sjellë në jetë këtë pepush. Ajo pasi postoi këtë foto në Instagram, shkroi poshtë saj se nëse do të kishte mundësi të ndalonte kohën, do ta bënte dhe do të jetonte këtë moment përgjithmonë. Ajo thotë se kjo është dashuria më e pastër që kanë ndier ndonjëherë. Sa bukur. Përpara disa ditësh qarkulluan thashë theme që Fatma jone dashur kishte një lidhje me këngëtarin Adrian Gaxha nga një video amatore që në fakt nuk tregonte asgjë. Prezantuesja e Fan Day në INTV qartësoi të gjithë zhurmën e krijuar me anë të kësaj fotoje. Çokolata është i dashurim. Çokolata, okej, imagjinoni sa të bukur do të jenë fëmijët, ti hash fare. Stresi postoi këtë foto në të cilën ai është 5 vjeç. Reperi simpatik ka treguar se që kur ka qenë fëmijë i vogël, ka patur bindjen politike nga krahu i djathtë dhe është krenar për zgjedhjen e tij. Ndër të tjera, ai shkruan se rilindja nuk ekziston. Lindim një herë dhe vdesim një herë. Metaforë është kjo?